Përshëndetje miq dhe mirë se vini në Zërat e Iliridës. Flitet se mbi 150.000 shqiptar nga Maqedonia e Veriut jetojnë sot në Gjermani. Por sa jemi të organizuar ne? Sa në të vërtet kemi ndikim politik dhe shoqëror këtu në Gjermani? Me ne sot, Agon Kamberi, një zë shumë aktiv i diasporës shqiptare nga Maqedonia e Veriut këtu në Gjermani. Ai është në bordin drejtues dhe bashkëthemelues e organizatës së studentëve shqiptar në Berlin. Ne sot do të flasim për organizimin e diasporës shqiptare në Gjermani. Çfarë është arritur, çfarë mungon dhe çfarë mund të bëhet edhe më mirë. Më konkretisht do flasim për rolin politik dhe ekonomik të diasporës, nga remitancat dhe investimet, deri te ndikimi politik dhe lidhja me vendlindjen. Një bisedë e hapur, e ndershme dhe e nevojshme. Mirë se vjen, Agon. Vesë gjeta Arber, faleminderit për ftesën. Faleminderit që u dakordove të marrësh pjesë në bisedën tonë këtu në Zërat e Iliridës. Dhe si për fillim, për të na njohur neve dhe publiku, për sa vitesh jeton këtu në Gjermani, Agon? Dhe si ishte periudha e parë jote këtu në Gjermani? Po unë jetoj nga viti 2002 në Berlin dhe jam lindur dhe jam rritur në Radush, veri perëndim të Shkupit, Maqedonia e Veriut. Kam tani ndërkohë që jetoj me familjen, me fëmijët e mi dhe prindërit e mi nuk jetojmë në Berlin, por kemi afër 24 vite që jetojmë tani në Berlin. Si ishte periudha e parë jote këtu në Berlin, Agon? Ishte e vështirë? Apo çfarë ishin sfidat më të vështira, më të rënda për ty personalisht për të përballuar këtu jetën? Po sigurisht radhës parë ishte gjuha, gjuha gjermane nuk ishte që e kishim mësuar më herët, edhe pse në shkollën fillore kemi pas gjuhë gjermane, por jo në atë nivel që mund të komunikonin ose mund të nxinim dije, sepse ti vinë në një shkollë edhe ndahesh fillimisht nga të tjerët sepse nuk komunikon në gjuhën gjermane. Ka klase apostafate për të gjithë migrantët që mësojnë së pari gjuhën. Aty isha edhe unë muajt e para, domethënë 6 muaj, ku përmirësova shpejt, domethënë në atë moshën 13-14 vjeçare mësova gjuhën shumë shpejt dhe kalova pastaj me një shkollë tjetër. Dhe sfida ka qenë kjo që gjithmonë kohë pas kohe është dashur të ndrohet shkolla. Shkaku që ishte një fazë zgjidhjeje në cilin drejtim duhet shkuar, domethënë çfarë do të bësh? Do të bësh një zanat, siç i themi, do të studiosh ose dhe aty lidhen shumë kvalifikime tjera, kështu që orientimi fillestar ka qenë shumë i vështirë, nuk kishte kush të jap atë orientim, domethënë neve si oaza që japim studentëve, ajo është zhvilluar shumë më vonë në vitin 2014, kurse në atë kohë nuk kishte ose edhe nuk e dinim, domethënë edhe prindrit edhe rrethi shoqëror nuk dinin se mund të shkojnë në shkolla të marrin edhe konsultencë, domethënë se çfarë mund të bëj një nxënës, domethënë kur fokusohet në një drejtim. Dhe për mua ka qenë një sfidë e jashtëzakonshme se nuk gjithçka duhesh të bësh vetë. Domethënë nuk kishe shok, shoqëri gjermane që mund të ndihmojnë në atë drejtim, sepse në një qytet të madh si Berlini nuk është njëjtë sikur që është në periferi, domethënë ku je socializohesh shumë shpejt me të tjerë dhe mund të mësosh nga ata. Këtu është pak më anonim, domethënë gjithçka dhe nga ana tjetër ishte e mira se kishte edhe migrant tjerë, domethënë nga
shqiptar nga Maqedonia e Veriut, por edhe nga Kosova, edhe nga Shqipëria më vonë. Hera e parë kur shkova në një klasa e 8, ishte vetëm një vend i lirë në një bank, dhe kur shkova aty shikonim njëri tjetrin dhe tha, je shqiptar? Thash po. Domethënë ishte shumë një situatë që ndjeva veten më njëherë siç jo më i huaj, sepse kishte plot shqiptar atje. Interesante ka qenë që aty kam takuar edhe shqiptar që ishin me gjenerata të tëra në Turqi dhe kanë ardhur në Berlin, dhe prej atyre vetëm në klasën që isha unë ishin 3 persona. Ishte shumë interesante domethënë të dëgjosh edhe historitë e tyre. Ata nuk flisnin shqip dhe për këtë ne ngusnim nga pak se nuk e flisnin gjuhën shqipe. Domethënë ata thonin na jemi shqiptar, por si mund të jeni shqiptar kur flisni shqip? Dhe me kohën e kuptuan se ata kishin shumë vështirësi atë dhe krizë identitare dhe kështu me radhë. Edhe më le të kishim me shqiptarët e Kosovës të komunikojmë edhe të flasim edhe në dialekt, tani se ti e merr një dialekt me vete që flet në Maqedoninë e Veriut, edhe atje janë të ndryshme. Unë them gjithmonë është një Maqedonia e Veriut është një Shqipëri e vogël, sepse kemi tosk dhe gek, kemi çdo vend një dialekt tjetër, ose edhe Shqipëria e vjetër, se nuk i ngjan dialekti tjetër, por është një pasuri që e kemi, edhe për këtë unë bëj tani që edhe fëmijët e mi ta mësojnë këtë dialekt, se ndryshe nuk do ta mësojnë. Kur për ndryshe. Kjo është domethënë një përshtypje që kam pas në kohën e parë. Vështirë ka qenë edhe të socializohesh, siç thash, me jo shqiptarët, gjermanët sidomos. Nëse mund ta përmbledh shkurt, është nga shkolla e mesme kam vetëm një shok, Florian është mjek, banon në Lüneburg tani, dhe ajo është i vetmi që më ka ngel kontakti i rregullt, domethënë që komunikojmë, vizitohemi edhe nga studimet. Zimon është edhe ai një gjerman që kemi studiuar bashkë. Me to komunikojmë rregullisht, telefonojmë, vjen ndonjëherë në Berlin, ai punon në Aachen, edhe nuk më ka rarë rruga ta vizitoj atje, por do ta bëja sigurisht. Duhet të them, është një sfidë e madhe, sepse ti ke bërë një shkollë në mesme, ke bërë studimet tua dhe shumë pak kontakte që ke pas nga koha e mëhershme, kjo të diskvalifikon në një mënyrë që je shumë jo social, është e kundërta. Domethënë kemi shoqëri shumë të madhe, na lidhin interesat, por nëse hap tani domethënë telefonin tim, shumicën e komunikimit e kam në shqip akoma, domethënë me kolegët edhe të punës edhe të Noasa, sidomos me akademikët dhe studentët shqiptar, por edhe në gjithë diasporën, nëse kemi aktivitete, mundohemi të mbajmë gjallë, domethënë atë aktivitetet në gjuhën shqipe edhe në lidhje me identitetin tonë përgjithësi. Shumë një histori interesante dhe vërtet inspiruese ajo që tregove në fillim në klasën tënde të 8, ku ka takuar gjithë ata shqiptar për herë të parë dhe lidhjen që keni pasur me shqiptarët, por më vonë edhe me shtetasit tjerë ose me vendasit këtu gjermanët dhe shokët që i ke deri tani, edhe me organizimin tjerë të shqiptarëve. Por flasim edhe për një temë që ndoshta shumë nga ne ndjen nga shumë afër, pra për stereotipet që gjermanët ose vendasit këtu i kanë ndaj shqiptarëve, kryesisht ndaj ballkanezëve në përgjithësi, siç ta thonë shpesh, por ndaj shqiptarëve në të vërtetë. Cilat janë ata stereotipet që ti si nxënës i një shkolle multietnike, siç e ndëgjoj nga biseda, cili ishin ata stereotipet që ty të lanë më shumë brezë dhe me të cilat ndoshta ende po lufton? Tani ne kemi një gjuhë që është e izoluar dhe është e veçantë, është shumë e pasur, është e izoluar dhe në komunikim e kemi shumë vështirë, domethënë të
të ishte një gjuhë gati e njëjtë, sikur që është holandishta me gjermanishtën ose një gjuhë nordike, shumë më lehtë ke të kuptosh ndoshta edhe si them, edhe barsoletat që tregojnë njëri tjetrit, ose edhe vjershet, do të thënë gjëra të tjera, domethënë lexime ose kujtime të tjera në kontekst tradicional. Është për neve ka qenë një ndryshim shumë më i madh. Domethënë ishte ndoshta të them një shok kultural para pikë kur ti mësoje që të rinjët gjerman pasi si bëjnë 18 vjeç do largohen nga shtëpia. Domethënë do shkojnë, do jetojnë vetë, do vazhdojnë jetën vetë. Kurse për shqiptarët imazhi është vendosur një imazh i keq sidomos në vitet e 90-ta, kur sigurisht edhe ishte edhe një propagandë e madhe anti-shqiptare. Gjermanët në historiografinë e vjetër shqiptarët i kanë njohur të veçantë sidomos për luftë ose edhe nga literatura, ose i kanë njohur edhe për luftëtar, domethënë e para jo për një rajon të veçantë dhe shumë të pasur me kulturë dhe me traditë dhe me këngë e veshje e kështu me radhë. Që nuk i përputhet asaj që u krijuan në vitet e 90-ta, domethënë një farë lloj antishqiptarizmi pak a shumë nuk i dallonin nga gjithë Jugosllavia, domethënë i ex-Jugoslav i përmendnin ose i titulonin, sepse edhe gjuhën nuk ua kuptonin edhe nuk kishin dëshirë domethënë të mësojnë më shumë mbi ata. Pak a shumë nuk e kanë edhe idenë si mund t'i ndajnë, domethënë jeni musliman apo jeni katolik, kur i thua të gjitha ata në fond të gjitha se nuk i kuptojnë, kupton. Ne them, okay, Nën Tereza është katolike, është nga Shkupi, ose kurse të tjerët janë shqiptar musliman dhe të gjithë jetojnë në një komunitet sepse identifikohen sipas gjuhës, identifikohen jo sipas fesë. Dhe për ata ka qenë një moment, domethënë një efekt aha që okay, tani e kuptova sepse si zakonisht kanë përshtypjen që njerëzit shkaku i fesë ose shkaku i gjërave tjera bëjnë luftë, kurse tek neve nuk është ky realitet. Dhe është për këta një enigme e madhe kush janë shqiptarët në përgjithësi, akoma kam përshtypjen sot. Gjithmonë kur shiten reklame për turizëm në Shqipëri, thonë vendi i fundit i pa eksploruar në botë. Ose nuk e di, kanë një farë tingëllon sikur që është Shqipëria shumë larg, domethënë një kontinent tjetër, edhe pse është në mes të Europës. Jo vetëm Shqipëria, por kam fjalën për gjithë sferën shqiptare në Ballkanin Perëndimor, dhe sa ajo nuk na ndan neve, ose në pak na ka ndarë kufit më herët, dhe kjo ndoshta e bën edhe pak më problem të kuptojnë ata një person ku i thua unë jam shqiptar, po jam nga Maqedonia e Veriut, po jam shqiptar, po jam nga Kosova, se ata nuk i din këta, nuk e kanë përshtypjen. Pastaj mundohesh t'ia shpjegosh që ka gjerman edhe në Zvicër, ose gjermanisht flitet edhe në Austri, ndoshta në këtë mënyrë ja bën pak më lehtë ta kuptojë se nuk jemi në një shtet, por i ndajmë një kulturë, ndajmë një gjuhë, ndajmë tradita të njëjta. Dhe kjo është mënyra ndoshta më e mirë se si mund t'ja afrosh dikujt që s'ka dëgjuar asnjëherë domethënë termin shqiptar. Dhe për krahasim unë jam interesuar se siç është edhe në diasporat të tjera, domethënë në Amerikë, në Angli ose në Itali, atje si shqiptar akseptohesh shumë më lehtë ndoshta. Nuk e ka një imazh aq të ashpër sikur që është në Gjermani. Bile ndoshta edhe si shqiptar atje shumë më mirë, ose është edhe një farë hip ose cool, po nëse je shqiptar. Në Gjermani është ndoshta është duke u thyer kjo agu, kur tani ka shumë profesionistë të rinj, ka domethënë në fusha të ndryshme punojnë, janë profesionistë
Dhe kur tregojnë për historinë e tyre si shqiptar, ndoshta është një moment njëherë dikush ka një shok, njëherë pa thot si ka muzi, po është realitet. Domethënë nuk është një një gjë që tani nuk ndesh ndoshta një huaj, sepse është numri i madh, siç përmend edhe ti, numrat jemi munduar edhe ne ti shohim se sa mund shkojnë për shqiptarët e Maqedonisë. Një numër statistikor ku ishte edhe më herët Ramadan Nazifi këtu në Berlin si ambasador, shkonin diku te 90.000 qytetarë të Maqedonisë së Veriut, kurse 90% të tyre ishin shqiptarë. Aty nuk futen në statistikë, sidomos ata fëmijë që kanë lindur në Gjermani ose nuk kanë në shtëtsi të Maqedonisë më, kështu që numri, mund të them edhe nga rrethi familjar ose edhe nga shoqëror, që numri i atyre që kanë lindë në gjeneratën e dytë apo të tretë tani në Gjermani është gati i njëjtë. Domethënë që nëse dyfishon atë pjesë arrin aty ku the edhe ti, së paku 150.000 shqiptar nga Maqedonia e Veriut, edhe vetëm në Gjermani. Tani nuk e di se sa mund shkoj numri në gjithë Europën ose edhe më tej, po është një numër i madh që shqiptarët janë larguar, domethënë në perëndim, në gurbet, themi ashtu termin siç ka qenë në perëndim edhe në atë sferën perëndimore deri në Amerikë, në fjalë. Shumë interesant kjo temë, Agon, me që ka një rol shumë të rëndësishme informimi ndërsjellët nga ne shqiptarët, siç e the ti, të prezantohemi ndaj gjermanëve, ndaj vendasve këtu, por e kundërta gjithashtu, ndoshta investohet shumë më shumë këtu në Gjermani nga ana tjetër, se si gjermanët të tregojnë kulturën dhe historinë e tyre ndaj neve si që jemi migrant, por shumë pak ose më pak të investohet nga përvoja edhe ime që nacionalitetet e tjera, ne si shqiptar apo nacionalitetet e tjera që jetojnë këtu në Gjermani, të njoftojnë ata me publikun gjerman, në art, në kulturë, me atë që bëni ju si shoqat në Oaza. Dhe flasin konkretisht atëherë për këtë temë, me që përmendje Oazën si një organizim nga ty vetë, një si iniciator i shoqatës, si është qëllimi konkret i një organizimi të tillë? A është publiku kryesor shqiptarët si grup i mbyllur, apo ka tentativa dhe të arritë edhe një urë komunikimi me vendasit gjerman për të informuar ata, për të hequr ata stereotipet për çfarë folëm deri tani? Ja, është një pyetje shumë e vendë dhe shkurt po të dyat, por du ta lidh këtë me emrin OASA. Domethënë Organizacion dhe Albanischen Akademika und Studierenden der Albanischen Diaspora. Domethënë është tani e kemi ndryshuar për sfundi herë, por përfshin këtu disa gjëra. Së pari, emri është në gjuhën gjermane, për të dhënë një identifikim direkt se kush jemi dhe çfarë bëjmë, ose çfarë, se fokusohemi në Berlin, edhe kjo ishte një si të një kufizim i fushëveprimit tanë, sepse kemi pas edhe kontakte me organizata tjera në të gjithë Gjermaninë, dhe kemi parë edhe si është e angazhuar ana gjermane për të kuptuar më mirë, për shembull Universiteti Ruge Regensburg bëri një studim në vitin 2017 për të kuptuar mendimin e GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, për të kuptuar se si është e thurur diaspora shqiptare, pa marrë parasysh se nga cili vend vinë. Qëllimi gjithmonë ka qenë që ne në njëran anë të majmë komunikimin gjallë njëri me tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrin se sa kemi mundësi në fushëprimet tona, por nga ana tjetër të jemi një dritare ose një derë për të gjithë ata që interesohen për pjesën për shqiptarët. Dhe nëse kujtoj prapë në kohë, është në vitin 2014, 2015, 2016, atëherë kur filluam neve, ishte kërkesa e madhe shumë për azil nga Maqedonia e Veriut, ka pas shumë pak, ose mos them ndoshta as pak,
nga Kosova kishte shumë edhe nga Shqipëria. Dhe ne nuk ishim përgatitëm për atë punë, por e shihnim që gjykatët, policia, spitalet dhe kampet e përqendrimit edhe të gjithë organizatat tjera gjermane humanitare që kishin një barikadë të madhe, kishin gjuhën. Të kthejmë asaj që përmendet. Gjuha ishte barikada më e madhe, nuk mund të komunikonin në asnjë gjuhë. Me ata që janë nga Shqipëria mundoheshin nëpërmjet italishtes dhe greqishtes, sepse kishte migrantë që kishin qenë më herët atje, kishin ndoshta fragmente të mësuara nga ata gjuhë dhe pastaj në këto pjesët ku ishin në Jugosllavinë, në Kosovë sidomos, mundoheshin me serbokroatisht dhe aty ne e pam që ka nevojë shumë dhe organizuan, do thonë, bëm një rreth të përkthyesve diku 30, mbi 30 përkthyes vullnetar që i bëm lista të ndryshme dhe më kujtohet sa herë kam dalë nga ligjëratat sepse bënte telefoni dhe e shija që është në numër lokal dhe dia është ose nga gjykata ose nga policia ose nga një avokat ose nga endi për azilkërkuesit. Dhe dilja mbaroja telefonatën për 10 minuta dhe futesha pranë brenda në ligjërata dhe hubja filli se dija se ka ecë profesori nuk pret ty, kështu që ose kishte edhe raste të tjera për fëmijë, për shembull që kishin sëmundje të rralla dhe prindërit kishin menduar, okay, nëse nuk shkojmë në Gjermani nuk na ndihmon kush do të neve këtu. Domethënë, bëj mend një vajzë nga Shqipëria, domethënë që kishte nevojë, mjekët u organizoheshin edhe ata vetë për të ndihmuar ata njerëz, se nuk mbulohen nga sistemi social. Domethënë vetë mjekët paguanin me lekët e tyre, domethënë ata shpenzimet, sa për mos të hyrë në llogari asaj spitalit ose kështu. Dhe ajo ishte një habi e madhe për mua se sa human, domethënë tregohen në një mënyrë ata persona duke dashur t'ju ndihmojnë edhe din se ndryshe ligji nuk ja lejon, por kur bëhet fjalë për fëmijë e tjerë, ishte shumë e rëndësishme. Por në përgjithësi është që kemi pas gjithmonë interesent të ndryshëm, edhe këto ua kemi drejtuar edhe institucioneve kur ka pas kërkesa nga gjermanët për mësuar gjuhën shqipe. Unë punoj rregullisht me shqiptar, azilkërkues e tjerë, dhe dua të mësoj spaku një fjalor të vogël në gjuhën shqipe. Dhe ne thonim, okay, nuk ka ndonjë aplikacion ose ndonjë libër ose diçka që mund t'ua japim sepse nuk ekziston. Por ne dinim disa materiale shumë të vjetra nga koha komuniste ose që nuk ishin të kohës. Domethënë mundoheshim t'u japim sugjerime se si mund me një fjalor ose kështu translator të shkojnë përpara ashtu siç kanë nevojë, por nuk ishte situatë e kënaqur. Dhe këtë kemi marrë me vete se nëse gjermanët kërkojnë të mësojnë gjuhën shqipe dhe nuk munden, dhe si do të jetë për gjeneratën e ardhshme, domethënë që donë të mësojnë gjuhën shqipe dhe nuk munden sepse nuk ka ofertë. Dhe kemi ndesh na kanë dëgjuar, domethënë nga korpuset diplomatike edhe nga Kosova edhe nga Shqipëria, në Maqedoninë e Veriut këtë kemi diskutuar, domethënë për interesi ose problemi me gjuhën që kemi akoma atje është akoma aktuale, kështu që nuk ka interes institucional aty të zhvillohen, domethënë diçka. Një nevojë të madhe që shohim neve dhe nëse çdo qytet që shkon ose sidomos në Berlin, kur ec këtu e sheh që korpuset diplomatike ose dhe ambasadat tjera kanë Kulturbildungszentrum Korea, Kulturbildungszentrum Vietnam, nuk e di çfarë. Të gjitha shtetet e botës kanë ndonjë qendër kulturore ku është një ndërtesë ku bëjnë evente të ndryshme, lexime, shfaqin filma, kanë një bibliotekë, shumë rast. Dhe kjo ka qenë gjithmonë tek neve një inspirim dhe kemi thënë pse nuk e kemi neve një gjë të tillë. Edhe neve na duhet. Dhe u kemi kërkuar dhe kemi thënë që keni në strategjinë
kombëtare për diasporën ose siç i quanin, gjithë ata strategji dhe nuk ndodhi një gjë e tillë. Nuk ka ndodhur deri sot. Ka pasur ka pasur në shtete tjera, siç e di, në Belgjikë dhe në Turqi iniciativa private për të ndërtuar një organizim të tillë, por nuk është e përqendrueshme. Nuk mund të ekzistojë gjatë kohë ajo, nuk është institucionalisht e ndihmuar, sepse aty institucionet vetë duhet të kenë interes. Më thënë, nga njëra anë të shfaqin identitetin e tyre ndaj atyre që duan ta njohin, dhe nga ana tjetër për të organizuar ata njerëz që jetojnë atje, që të kenë edhe një farë mundësie ku ta ndjejnë veten komod, mund të bëjnë organizime, se e dim që shumica e organizatave që janë në diasporë organizohen vetë dhe me buxhet të vetin, dhe sa i vogël do të jetë. Mund ta them edhe publikisht, është buxheti i Oazës në vit nuk kalon asnjëherë 2000 euro. Do të thonë, me atë buxhet të vogël ne kemi bërë karnavalet e kulturave, kemi bërë evente tjera, projekte tjera që kanë qenë afatgjata, ata kanë qenë të mbuluara me një buxhet tjetër, domethënë nga Gizi gjerman ose nga fondacionet të shtetit gjerman, por ata janë apostafat për ata projekte dhe nuk mund të tjetërsohen, edhe nuk guxon të tjetërsohen. Është kurse nëse do të bësh në një event tjetër vetë, është vështirë. Nuk e ke atë mundësi dhe nevojat janë shumë themelore. Domethënë, pika e gjuhës është topsi e madhe, dhe nëse ti, Arbër, ose unë dua të vërtetojmë që flasim gjuhën shqipe, nuk ka një certifikat, domethënë se unë duhet ndoshta të punoj për një kompani multinacionale dhe më thua, ok, kemi punë në Ballkan, më vërtetoj që di gjuhën shqipe. Nuk ka, si të vërtetoj. Kur unë jam nga Maqedonia, atje gjuha nuk njihet, dhe në deftesë ose ajo nga shkolla fillore nuk është e mjaftueshme, domethënë, për të treguar që e zotron një gjuhë. Dhe këtu kemi kërkuar edhe certifikimin e gjuhës shqipe. Sidomos një miku im në Hamburg, Muhamet Idrizi, ka punuar jashtëzakonisht në këtë drejtim, që certifikimi i gjuhës shqipe të bëhet deri së paku në B2, domethënë niveli i përbashkët të Bashkimit Evropian për krahasim të gjuhave, kurse C1 dhe C2 kërkon edhe shumë më shumë, që është më e komplikuar bashkëpunimi me universitetet në vendet tona, por së paku deri në B2 do të ishte shumë e mjaftueshme për të gjithë ata që duan të vërtetojnë që kanë mësuar deri në nivel gjuhën shqipe. Dhe aty nuk jemi. Kjo është e nevojshme për sot, për gjeneratat që do vinë, për atë gjithë ata që interesohen për kulturën tonë, për historinë tonë, se ne vetëm nëpërmjet gjuhës mund ta mësojmë. Shumë e rëndësi kjo tema gon nga ajo që dëgjoj unë, me që i shkon temës direkt në thelb, aty ku qëndron ndoshta edhe problemi, sepse flasim për koncepte konkrete dhe për sisteme që shumë organizata dhe shoqata nga diaspora tjera i kanë, por neve si shqiptar na mungohen. Unë konferencën e fundit ku takuam edhe ne në Köln, u diskutua për shumë tema të tilla, nga gjuha, nga organizimi më i mirëfillt i diasporës, kishte përfaqësues edhe nga Shqipëria politikisht, mendoj përfaqësues politik nga Shqipëria dhe nga Kosova, që thanë edhe njerë premtimet e tyre që nuk shteren kurrë, por për ta përmbledhur edhe njerë konkretisht në disa pika. Çfarë mund të marrim ne nga organizime tjera të diasporës, për shembull nga Greqia apo nga vende tjera mike që i kemi afër atje në vendlindje, për të bërë një strukturë dhe një sistem ku politika do ruaj rolin e vet, por shoqata do ketë një përmbarësi, por edhe një sistem të mirëfillt që do jetë i qëndrueshëm dhe afatgjatë për diasporën dhe për shqiptarët që jetojnë këtu. Tani, nëse duhem mësojmë edhe nga rajoni ose edhe nga vende tjera, nuk kisha thonë, ok, shikoni në Armeni ose në Irlandë, edhe Greqia. Pse e përmend këtë?
Në Armeni ka pas një trend që janë kthyer edhe shumë njerëz nga mërlimi drejt vendlinjës sepse shanset janë ofruar atje që të ketë një ekosistem për të rinj, për grup mosha që e çojnë vendin përpara. Janë si them kreativ dhe zhvillojnë modele të reja biznesi, janë inovativ dhe në këto fusha ne nuk e kemi vërejt deri tani që ka, domethënë është sforcuar bizneset e turizmit, si zakonisht, këtu janë bërë krahasime edhe me shtete shumë që kanë turizëm shumë më të madh, por edhe diaspora ka ndihmuar në këtë drejtim. Gjithkush që ka përmend, domethënë je shqiptar, s'kam qenë asnjëherë në Shqipëri, po them unë, nuk jam nga Bregdeti, po jam nga Maqedonia e Veriut, dhe kjo është një gjë sa për orientim për njerëzit që dhe kur shkojnë atje ndeshin në një kulturë shumë interesante për ata, mikpritse që nuk mund ta paramendojnë. Një natyrë shumë paprekur, por edhe i marrin edhe ato defektet me veti, domethënë e shohin që natyra është e ndotur shumë me metje etj. Dhe shohin si ka mundësi që njeriu që ta ketë këtë para derës dhe ta ndot aq shumë, domethënë ujërat e gjithçka. Por ndoshta do ta filloj këtë më vonë. Puna është që se kemi pasur edhe projekte konkrete në këto fusha. Puna është që në shtetet tjera ka edhe një interesim institucional se si do të pozicionohet ai shtet para botës dhe çfarë don t'i tregoj botës. Dhe ndoshta ne kemi kushte shumë të voliqme, por institucionalisht ndoshta nuk e di, duhet të jepet prioritet politik, domethënë disa gjërave që thotë unë jetoj ose frymëzohem nga ajo kur njerëzit që janë në botë të ndihmojnë shtetin tim të lidhen më mirë, të zhvillohen më mirë, të sillin projekte, të sillin turizëm, të sillin këtë. Dhe ky potencial është sipas mendimit tim të jetë i pashfrytzuar. Të jetë i pashfrytzuar edhe nga Republika e Shqipërisë, edhe nga Republika e Kosovës. Sigurisht kanë agjenda politike të cilat i ndjekin dhe nga ata domethënë motivohen, por ajo është njëra gjë. Domethënë institucionet ngelin, politika ndron, partitë ndrojnë, por nuk ka një plan, program afatgjat konsoliduar se çfarë duhet të arrijmë. Unë thash, kemi një gjuhë shumë të izoluar, kemi një bagazh të madh kulturor historik që tani fillojnë të njohin UNESCO etj. Çfarë do ndodh edhe tek neve, për ta sjell këtë që përmenda me Greqinë, është se shumica e asaj gjeneratës parë që ka ardhur në diasporë, ata thonë unë sapo të dal në pension do kthehem, nuk do qëndroj këtu. Që thonë, domethënë babi im ka treguar këtë edhe të tjerë më herët, thonë që nuk duan të qëndrojnë sepse ai s'ka qenë qëllimi asnjëherë të qëndrojnë për gjithmonë, por gjithë jetën e tyre të kaluan këtu dhe shkojnë në fazën e fundit, domethënë në vendlindje, dhe atje kushtet nuk i kanë ashtu siç duhen, për shembull shërbimi medicinal ose dhe shërbime tjera nuk janë në kvalitet ose të mjaftueshme, që nuk ofrohet domethënë një farë industrie të përpleqt atje siç është siç janë Heimet për shembull, ose nuk i kam fjalën për Heimet, por këto si thon altas flege ose edhe ndihmesa tjera, domethënë që kujdesje për pleq në mënyra të ndryshme, mjekësia nuk është në një nivel që thotë edhe njerëzit që janë atje nuk janë të kënaqur, domethënë ikin nga këto shkaqe, siç përmendën edhe ata azilkërkuesit që kishin sëmundje të rënda. Kështu që në përgjithësi është një nuk e kishte Greqia në vitet 80 që e pa që u shter, domethënë territori vet nuk e ikur njerëzit në perëndim dhe u detyrua pastaj të mendoj se si mund t'i kthej ata njerëz prapë. Ka një shtresë që kthehet vet, domethënë janë ata pensionistët,
por atyre duhet t'i ofrosh një gjë për të qëndruar se ata do ikin. Domethënë kur do kenë smundje ose gjëra tjera. Për ata që janë inovativ, do t'ju ofrojnë domethënë skema të ndryshme mbështetëse, nuk e di, tani mjafton një laptop për të qenë me botën moderne, për të qenë me kohën edhe për të zhvilluar ndonjë gjë të re. Dhe qendrat e inovacionit ose për zhvillimin e teknologjive të reja nuk është, domethënë ka nga institucionet në vend atje përpjekje për këtë, por nuk është në një nivel të mirëfillt, sepse bëjnë siç din vetë, nuk marrin domethënë pranë ekspertizën që kanë krijuar shtetet tjera. Dhe në fushën në Irlandë, për shembull, Irlanda ishte vend i varfër deri kur shkuan të gjithë kompanitë e mëdha të botës dhe tani unë dhe ti nuk besoj që do të gjejmë një banesë të lirë në Irlandë për vendbanim për shembull, sepse kanë shkuar çmimet në edhe ata kanë sjellin sfidat e veta, por në të duhet me pas një farë ekuilibri, domethënë se në cilin drejtim dua të shkoj unë si shoqëri, çfarë demografie kam, cilat janë nevojat e saj. Nëse janë suksesshëm jashtë, do të shohim cilat industri janë të suksesshëm, janë në muzikë, janë në sport, janë në filmografi, nuk e di, dhe të gjithë ata krenohen që janë shqiptar. Okej, ne i shohim të gjithë muzikantët shumë të njohur në gjithë botën, shumë sportistë të tjerë që krenohen me vetveten, me identitetin e tyre, por problemi në thelb është i njëjtë. Domethënë, nëse ka një publikim nga Ilir Ekonomi, Fanoli, vepra, është shumë, duhet ta lexosh, është shumë interesant se si ka qenë organizuar diaspora në vitet 1910-1920 në Boston, në Amerikë, do të them para më shumë se 120 vitesh. Problemet janë të njëjta. Grindje, domethënë mes atyre që zotoheshin që kishin të drejtë të thonë gjithçka, të bëjnë gjithçka, menaxhim i dobët i buxheti i ulët, s'kishte as pak, domethënë nëse neve nuk arrim institucionalisht të ngrim këto, sepse shtetet tona janë ekonomikisht jo në nivel që të zhvillojnë, domethënë si themi institucione që të çojnë përpara këto agjenda, atëherë duhet mendojmë se nëse ata mund të krijojnë një ekosistem që nëse marrin të gjithë ata njerëz të suksesshëm edhe të bëjnë një fond që ndihmon jo vetëm diasporën, por edhe projekte në vend, në vendlindjet tona, domethënë përgjithësi, por të ketë një përkujdesje institucionale, sepse edhe të kuaj, edhe të marrim për shembull një menaxher irlandez që merret me diasporën e tyre ose të tjerë, të konsultohen shumë mirë se si e kanë bërë edhe ata. Kështu krijohet ndoshta edhe një kontinuitet në të ardhmen, sepse interesat do ndryshojnë me gjeneratën, domethënë edhe gjenerata tjera do të kenë interesa tjera, që të krijohet domethënë një ekosistem se unë për shembull si Agon dhe përfaqësues i OASOS e di ka një pikë, ka pasur tentativa të Global Albanian Foundation për shembull është një shembull, por buxheti i tyre është shumë i ulët. Më vjen se ashtu është, domethënë, por nëse do të kishte në emër këtë, sepse ishte si iniciativë dhe si ashtu që të ishte mbështetur nga gjithë ata që i përmenda, atëherë Global Albanian Foundation do të ishte fiks ajo që tham unë, që OASA të aplikoj atje për një projekt që do të zhvilloj në muajt e ardhshëm në Berlin, dhe rezultatet pastaj, domethënë ne nështrohemi ligji që ma duhet shumë gjëra ti shohim dhe mund të mbajmë gjallë aktivitetet që mos ketë vetëm tek financimi, domethënë një mungesë, se i demotivon njerëzit pastaj. Gjithmonë e njëjta gjë. Kur janë të demotivuar, pastaj mund të bësh çfarë duash edhe pastaj nuk bën askush asgjë,
dhe është ndoshta piknisja e një faze tjetër, piknisja asimilimit. Shumë temë me rëndësi, Agon. Edhe shumë faleminderit edhe njerë për që na ofrove edhe një perspektiv pak më të gjerë kohore për migrimin e shqiptarëve në botë, edhe me atë shembullin e Fanolit me problemet që i kanë hasur atëherë në Amerikë në fillim të shekullit 20 dhe tani në fillim të shekullit 21, një shekull pas në Gjermani dhe këtu në Europën perëndimore. Problemet janë shumë të ndryshme dhe vijnë shumë herë nga mos interesi politik, si që shohim nga vendet tona të vendlindjes, ta vendet tona anëtare, por si është roli jon aty, si është roli i diasporës, çfarë mund të shtyjem ne, ose si duhet ne të bashkohemi, ndoshta në një organizatë ombrellë, si që ishte edhe tentativa së fundi në Kern, apo si duhet ne që ta bashkojmë zërin si diasporë, që të kemi më shumë vlerë edhe të kemi më shumë peshë në diskutimin që do bëjmë pastaj me përfaqësuesit politik në vendet tonë anëtare. Sepse nga përvoja që shohun edhe nga bisedat që si edhe sot që i zhvillojmë, shumë herë shihet edhe mos interesimi i tyre, por të jemi vetë kritik së pari, çfarë mund ne të ndryshojmë që të hapim këtë rrugë me projektin që the edhe ti, konkretisht, por çfarë mund të jetë edhe diçka tjetër ne që mund të ofrojmë, si duhet të organizohemi më mirë ne si diasporë, që të kemi më shumë peshë. Tani, Diaspora Flet ishte një organizim nga shumë organizata ose pjesëmarrës nga gjithë Evropa që ishin pranishëm, dhe ne si bashkëorganizator aty dinim këtë se të gjithë sjellin perspektiva të ndryshme dhe kanë nevoja të ndryshme. Ndaj institucioneve të gjitha ata që u përmenden aty në Diaspora Flet, mos gjuha, identiteti etj, janë të njohura. Nuk është një gjë që nuk është e njohur. Kosova ndoshta ka qenë më aktiv në atë aspekt sepse edhe është votuar nga diaspora. Domethënë është ndryshuar ligji për votim edhe në Shqipëri tani, edhe Shqipëria do të jetë, besoj, ka një interes politik në atë drejtim që të jetë më aktiv. Unë gjithmonë them që pjesën gjermane nuk duhet haruar, edhe këtë duhet të analizoj edhe një herë. Organizimi Diaspora Flet u shfinancuar nga ana gjermane, nga Gizi gjerman. Dhe ata kanë një interes për të kuptuar se kush janë këta njerëz që jetojnë në shtetin tim dhe si mund të bashkëpunojmë ata. Edhe kjo është një piknisje shumë e mirë. Kështu që çdo iniciativë ose çdo gjë që mund të bëhet pa pjesën gjermane nuk do të ketë sukses afatgjatë. Për këtë jam i bindur plotësisht. Nëse çdo agent tjetër, domethënë që sjellet, nëse nuk është e konsoliduar me pjesën gjermane, nuk do të ketë sukses. Sepse këta punojnë me gjithë botën ashtu. Nuk punojnë vetëm me neve. Dhe nëse dikush ka rastisur, jemi qenë në Auswärtigen, në Ministrinë e Punëve të Jashtme gjermane, dhe është përmendur, po ne jemi shumë pro-europian, dhe thotë si e masni ato pro-europian. Gjermania është paguesi më i madh në Bashkimin Evropian dhe ne mund të themi sipas asaj që jemi më pro-europian se të gjithë të tjerët, sepse e mbajmë financiarisht, domethënë këtë konstrukt, si e masni ju, domethënë pro-europianizmin. Nuk duhet shohim vetëm interesat tona, domethënë nuk duhet shohim interesat përbashkëta, të cilat janë interesat e anës tjetër, anës gjermane. Çfarë interesa ka, ata kanë nevojë për punëtor të rinj, sepse kanë një problem demografik. Nga ana tjetër, vijnë shumë, domethënë si destinacion e shohin Gjermaninë, dhe por ekspertiza e tyre, domethënë, ose atyre pensionistëve gjerman nuk duhet haruar. Ata është shumë e madhe që të mundohen, domethënë, programe që ata të shkojnë në vend atje. Dhe ekspertizën e tyre që kanë
të sprovojnë në një ekosistem që nuk është i zhvilluar. Me thënë që nuk e ka infrastrukturën duhur, që nuk ka know-how mjaftueshëm, nuk ka teknikën mjaftueshme, nuk shumë gjëra domethënë që janë në mungesë. Dhe si do të jetë ai kreativ për të zgjidhur një problem në ato rrethana. Kjo është domethënë një çështje që duhet shtjelluar në të dyja palët. Dhe ne e dim ose ne kemi qenë gjithmonë në kontakt me institucionet gjermane dhe e dim që këta janë gati. Thonë ne jemi gjithmonë të aftë dhe të gati për të bërë to çfarë kërkoni ju, sepse nuk e bëjmë vetëm me shqiptarë, ne e bëjmë me gjithë botën. Shumë e thjeshtë. Festivalet përbashkëta. Nuk e di, Volksfest që quhet, festivale kombëtare gjermane shqiptare. Unë nuk e di se që ka pas një gjë të tillë. Një Dachverband nuk na sjell neve asnjë cent, vetëm se kohë që do humbim, do shpenzojmë shumë lek private për të shkuar nga A deri në B, për shembull në Frankfurt am Main ose diku tjetër që është më qendrore sepse janë distanca shumë larta. Nëse jemi në shkëmbim edhe kemi një zonë, si them, më institucional, ajo është të jetë e mjaftueshme që të ketë një person që flet domethënë me emër të asaj. Ne kemi parë që kur ka pas nevojë për të reaguar për çështje të ndryshme, sidomos kur ishte edhe thirrja e mbështetësisë serbe nga pasaportat shumë shtetëve kosovar. Ishte një nismë që u nisën domethënë sidomos korpuset diplomatike dhe punën e tyre duhet ta bëjnë këto. Por në momentin që e pam neve që nuk lëviz asgjë, ne u organizuam, u bëm mbi 60 organizata dhe shkruajtëm një letër kancelarit gjerman Olaf Scholz, e thamë që okay, ne jemi 60 organizata, jemi nga lande të ndryshme, jemi të organizuar dhe punojmë për këtë fushë dhe na pengon që neve na shkruan akoma, sipas shumica ishin nga Kosova, që shkruan. Një rast konkret kam pas një koleg, edhe sot e kam koleg, nëna e tij është nga Kosova, shqip nuk flet ai, domethënë është socializuar komplet në gjermanisht dhe interesohet ndonjëherë për si të rrënjët të tij, por nuk ka ndonjë, është i asimiluar komplet, se baba i tij është gjerman dhe ai ka pas kundër që ai të mësojë gjuhën shqipe. Nuk e kam pyetur pse, por ishte një thënë e tij dhe aty shkuante që ka shtësi serbe. Ai asnjëherë s'ka qenë atje, asnjëherë nuk është domethënë ka trashëguar një defekt, një anomali, sepse nuk kemi qenë në gjendje të bëjmë një kërkesë të mëshill. Dhe ne e bëm kërkesën, u mor seriozisht, kemi qenë vazhdimisht në kontakt në Bundeskanzleramt dhe Auswärtige Amt dhe kemi thënë që duhet patjetër të largohet kjo sepse na bën pengesa me shembull konkret, me këtë shembull që tregova aty dhe e kam parë ata se i prek edhe jo vetëm shqiptarët ose ata që kanë por të gjithë tjerët domethënë që kanë një lidhje me atë rajon dhe ishte një nga aktet e fundit që u urdhërua domethënë nga kancelari Olaf Scholz që të fshihet kjo dhe u fshi. Dhe ishte një sukses që themi, okay, kështu duhet punohet edhe në të ardhmen, të punojmë bashkë për një qëllim konkret, një kërkesë konkrete. Dhe kur kemi kërkesa konkrete, po çdo qoftë, nga palës gjermane, nga palës shqiptare, nga palës në Kosovë dhe në Maqedoni, është shumë më mirë të gjihet një zgjidhje. Sepse i qëndrojmë asaj, është një kërkesë edhe kaq. Kërkesa ishte të fshihet ajo dhe u fshi. Një shembull shumë i mirë agon se si bashkimi në të vërtet bën fuqi, jo vetëm si fras, po konkretisht në një iniciativë shumë të rëndësishme që u ndihmon njerëzve drejt për drejt, që kanë probleme drejt për drejte me institucionet dhe me gjungën ta themi byrokratike këtu në Gjermani. Shumë e rëndësi kjo që shoqatat shqiptare të jenë të bashkuar në atë drejtim. Flasim edhe për një temë tjetër që ndoshta shumë nga ne intereson, me që kemi ardhur pak më vonë, ndoshta këtu në Gjermani, apo kemi lidhje shumë më të fortë me vendlindjen nga çështja personale, por ndonjëherë edhe profesionalisht. Si është roli
i mërgatës, ta themi njerë më konkretisht për neve nga shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, si është roli jonë si diaspor ndaj vendlinjës tonë në Maqedoni dhe si mundemi ta them kështu, ta zhvillojmë pak më shumë rolin tonë, mos të jemi shumë të heshtur ndaj zhvillimeve politike dhe asaj kulturore çfarë ndodh në vendlinje. Roli që praktikohet aktualisht është një rol i bjetesës, duhet të them. Roli i bjetesës që thot unë do vendos një themel atje, do ndërtoj diçka që ta ketë edhe fëmia ime dhe pasardhësit e mi si pikë reference në çdo kohë, në çdo moment. Duke ditur që ndërtohet domethënë një objekt të pavarësit që ja kanë lënë domethënë atë tokë pa kanalizim, pa furnizim të mjaftueshëm me energji elektrike, pa ujë sjellës, zolit, shumë gjëra, duke ditur këto, e bëjmë atë investim shumë të madh. Është një projekt, ndoshta projektet më të mëdha që ndërmarrin njerëzit gjatë jetës së tyre, duke ditur që nuk do ta gëzojnë asnjëherë ata. Por është një lloj rezistenca ajo edhe ndaj asaj, sidomos edhe në Kosovë, kjo e njëjta gjë ka ndodhur në vitet 90-ta. Jashtëzakonisht që ishte një gjendje shumë e rrezikshme, njerëzit ndërtonin, jetonin, çonin dhe kjo ishte nevojë, sepse ne atë industrializimin që është bërë në Europë nuk e kemi shijuar, nuk e kemi parë asnjëherë. Ka kaluar, domethënë, ndoshta rreth nesh edhe por kemi ngelur në kohë sepse ashtu sistemi ishte, domethënë ishte kundër kolektivit, kundër njerëzve, qoftë ai socialist, qoftë ai edhe pse në emër të saj ata silleshin, por kishte vetëm një pjesë të asaj që ishin ekskluziv, domethënë edhe në ish Jugosllavi. Shqiptarët ishin në fund të fundit. Domethënë mund t'i radhish ashtu siç është, ata kishin gjithçka, ne s'kishim asgjë dhe dikur pëlqet ajo. Dhe njëjta gjë po ndodh në Maqedoni që ka një anti-shqiptarizëm edhe të institucionalizuar, sidomos tani, që nuk janë shqiptarë, nuk janë dëshiruar, luftohet identiteti i tyre, luftohet gjuha e tyre, se të krijohet përshtypja që ne jemi ardhur nga diku. Nuk është ashtu. Njerëzit janë nga ai vend dhe janë pjesë e atij komuniteti, janë munduar me mysh e me shpirt të punojnë, të ndërtojnë, por kanë ndeshur gjithmonë në pengesa dhe vazhdimisht është edhe sot ashtu. Kështu që në këtë praktikimin real, domethënë të asaj që çfarë bën diaspora, ne po mbijetojmë. Kurse çfarë duhet të bëjmë, ajo është një çështje që duhet na tregojnë së pari diaspora nga Kosova dhe Shqipëria, sepse ata janë shumë më para nesh. Dhe ne ndoshta vetëm mund të kyçemi tek ata. Si thash, pa pjesën gjermane nuk mund të bëjmë asgjë nëse flasim në relacion, domethënë Gjermani-shqiptarët. Ne kemi dhe ka pas edhe gjithmonë një simpati të veçantë domethënë për gjermanët dhe pse ata sjellin ideologji ku antinjerëzore, njerëzore ose edhe gjatë luftës së dytë botërore, edhe më herët. Domethënë që vinin me qëllimin të ka qenë një libër është shumë interesant, një zoolog gjerman që është bashkangjitur ushtrisë gjermane gjatë luftës së parë botërore në vitin 1970, duke ecë nëpër Maqedoninë e Veriut. Dhe ai duhet tani të tregojë se çfarë ka përjetuar gjatë asaj kohe. Dhe thotë vetëm gjë thotë që shoh këtu është i zbrazur, domethënë nuk ka asgjë. Është një industri që merret me bujqësi, vetëm bujqësia është një gjë që është e zhvilluar, të vetma infrastrukturë që është ndërtuar këtu janë nga austriakët ose gjermanët, domethënë për të hekur udhë ose rrugë etj. Dhe derisa nuk edhe ata përmenden sot sepse kanë ndërtuar diçka. Domethënë gjithçka që kanë lënë gjurmë në vendet
territorin shqiptar dikush i huaj dhe ka ndërtuar diçka, mendohet thot për shembull zerrorja në fshatin tim që është në Zerrorën Radushe është zerrorje gjermane, sepse nga ata është ndërtuar në atë nivel siç është sot, domethënë gërmadhat që qëndrojnë aty, edhe kolonitë që janë ndërtuar kujtohen nga ajo. Dhe tek neve janë kujtuar gjithmonë ata që kanë ndërtuar. Dhe për momentin, ose edhe gjatë kohës mëhershme, nuk ka pasur, domethënë që dikush ka ndërtuar diçka që në ka ardhur në të mirë të gjithë popullsisë civile në vend. Dhe derisa nuk ndërtohet, atëherë rrezikojmë që domethënë mos ketë një bashkëjetesë ashtu siç duam ne si shqiptar, apo jo. Është nuk e di, është një gjë që duhet shikuar se si do të veprojë Kosova dhe Shqipëria në atë drejtim. Ne si diasporë kemi munduar gjithmonë, domethënë edhe gastronomi shumë i rëndomt ka qenë gjithmonë aktiv për të bërë lobi për shqiptarët në përgjithësi. Dhe lobistët më të fortë ne kemi gastronomët në gjithë botën. Unë e them këto shumë haptas, edhe ajo është ata pranë punës së tyre të përditshme kanë bërë lobi për shqiptarët, për interesat e shqiptarëve, sepse kanë qenë aty, kanë ofruar ushqimin edhe kanë thënë se lutem mos na harroni neve se ne kemi nevoja, nevojat tona janë këto. Shumë e thjeshtë. Dhe një politikan, një vendimmarrës gjerman, amerikan etj, sot vetë ata flasin në intervistat e tyre se sa gastronom njohin edhe në rrugët e tyre etj. Është një gjë, një potencial i pashfrytzuar dhe nuk është si them dekoruar sa duhet, se ka njerëz që kanë luajtur rol të rëndësishëm, kanë dhënë edhe kanë shkrirë edhe pasurinë e tyre, por në të ardhmen duhet të shohim se si t'i mbajmë gjallë domethënë këto, sepse nuk do të jenë gjithmonë gastronom ata që kanë qenë gastronom, ndryshojnë gjeneratat e reja bëjnë punë të tjera profesionale, dhe shumë mirë, sepse është një punë profesionale. Ajo punët më hershme që kanë bërë diaspora shqiptare kanë qenë punë krahut dorës, domethënë punë shumë thjeshta. Por mund të jenë edhe për ato krenarë se kanë bërë maksimumin që kanë pas, me mundësitë më të vogla dhe kanë arritë gjithsesi sidoqoftë diçka, sepse kanë ditë se rrugdalje tjetër s'ka. Patjetër duhet të jetë i suksesshëm në atë që bëj, sepse çdo dështim është vdekje. Domethënë akoma një farë lloj mbijetese dhe ajo për të kaluar në një sistem tjetër mua nuk e di, më mungon në këto rrethana imagjinatë tani, por e di se duhet. Patjetër. Nëse e shohim ashtu siç e the ti nga një sy shumë kritik, me sa duket gjithë planet e grupeve të interesit tjerë, jo ata shqiptar funksionojnë shumë mirë, veç planet shqiptare duket se ngecin diku. Se ngecin me siguri në sistemin që është tani pjesë e jetës tonë, atje në vendlindje, po edhe ne ku shkojmë si mërgat ose si diaspora atje për pushime apo për të jetuar, siç the edhe në një pjesë, siç planifikohem disa nga ne të kthehemi kur të pensionohemi. Dhe pastaj vërtet të përballohemi me të vërtetën ose me realitetin çfarë ndodh atje ose çfarë jemi duke humbur. Dhe me siguri ndoshta duhet edhe pak jemi edhe pak më e lartpamës që të ndikojmë në situata të tilla para kohës, që mos jetë shumë vonë kur të reagojmë ne ose kur të duam të reagojmë. Për ta përmbyllur sot bisedën, që ishte shumë e rëndësishme për mua dhe për të kuptuar shumë gjëra nga përvoja jote, Agon, çfarë do ishte mesazhi për të rinjët që vinë me një numër shumë të madh nga Maqedonia e Veriut shqiptar këtu në Gjermani tani, nga viti 2015, me ndryshimin e ligjit, çfarë do ishte mesazhi për ato? Se si duhet ata të shohin vetëlindjen, organizimin shoqëror dhe të ardhmen e tyre?
për ata specifikisht për të gjithë ndoshta edhe për ata që janë në Maqedoninë e Veriut dhe janë gjenerat e parë, e dytë ose edhe tani fresku që kanë ardhur në Gjermani. Duhet qëndruar kreativ, duhet qëndruar kurioz ndaj asaj të panjohurës, duhet sot mjafton interneti për të kyçur domethënë në botën një botë shumë më të shpejtë, sigurisht është shumë dinamike për të nxënë me njohuri që deri shumë gjatë kohë nuk e kemi pasur atë ekskluzivitet. Do thënë kjo është ndoshta një dallim që unë kam parë, domethënë kam pas një bisedë shumë interesante me një gazetar ose po them gazetar, ishte i MTV-s, Radio Televizioni Shtetëror Maqedonisë Veriut, po ai ishte nuk ishte shqiptar. Domethënë pyeste mu pse unë nuk kthej në Maqedoninë e Veriut, thash unë nuk di, thash maqedonisht ose gjuhën slave nuk e kuptoj edhe kaq. Domethënë unë atë se kam mësuar asnjëherë siç duhet dhe Gjermania në të kundërt më ka mundsuar këta gjitha. Domethënë nuk më ka kufizuar asnjëherë në atë se ç'kam desh të bëj. Dhe por nga ana tjetër është që çdo njeri që ku shkon edhe kudo që ndroj duhet të bëjë të mundshmen për t'i gëzuar domethënë rrethin e tij, familjen e tij, shoqërinë e tij, të rrjedzohet me njerëzit. Nëse qëndroj unë në Tetov sot, sepse vendimi atë ku nuk ka qenë imi, por ishte shumë mas luftës, domethënë 2001-s, shumë e qartë që perspektiva mungonte dhe atëherë kanë ikur shumica domethënë nga vendlindja pas luftës dhe të rjetëzohen me njerëzit në vend atje në rajon, në Kosovë, në Shqipëri, të shohin se si të shkëmbehen me ata për se si organizohen ata në klube, në të sportit, muzikës, së artit ose tjera librarive për të ecur me kohën. Do thënë unë kam përshtypjen që në Maqedoninë e Veriut na mungojnë organizatat për të shkuar në një projekt përpara. Domethënë neve si Oaza kemi bërë projekt në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut kemi pas shans sepse nuk ekziston ai program atje. Dhe kemi kërkuar këtë dhe kemi ndeshur në rezistencë, domethënë nuk ka interes institucional për të bërë një bashkëpunim me Lizin Gjerman për të zhvilluar projekte. Pse? Sepse nuk shumica e diasporës janë shqiptar, nuk janë slavë dhe nuk është në interes domethënë të grupit jo shqiptar. Duhet qenë të konektuar njëri me tjetrin, pa marrë parasysh ku jemi, çfarë jemi, do të pasur një farë ekuilibrin atë se cilat janë nevojat e përbashkëta. Ata individuale sigurisht janë në radhë të parë, sepse nëse nuk zhvillohet individualisht, nuk zhvillohen edhe rrethi. Dhe në atë aspekt them që shqiptarët në përgjithësi e kanë atë veti, janë të suksesshëm si individ sidomos, dhe por shoh edhe në një zhvillim që edhe së bashku mund të bëjmë gjëra, edhe duhet të bëjmë gjëra së bashku. Punojmë bashkë, sepse edhe një laps nëse e merr një njeri nuk do ta bëj vetë asnjëherë. Përse për çdo pjesë të saj duhet një fabrikë tjetër, domethënë duhen punëtori të tëra për të bërë së bashku këtë. Dhe ai që i monton në fund. Kështu që në atë drejtim them që duhet gjetur rrugën e përbashkët, gjuhët e përbashkët për të zhvilluar, sepse e kemi një shans që asnjëherë më parë se kemi pas. Dhe jemi konektuar çdo ditë nëpërmjet telefonave, nëpërmjet çfarë tjetër, internetit, dhe revolucioni i inteligjencës artificiale tani është që do të bëhemi edhe më shpejt. Domethënë, ose më herët çonim letra për të komunikuar, çonim email, edhe në të ardhmen do të jemi kështu live on time, domethënë gjithkohës për të bërë gjithçka. Po shpejtohet domethënë kjo botë, edhe pse ka qenë aq dinamike. Dhe në këtë aspekt nuk duhet ta shohim frikë nga ajo, sidomos shqiptarët jo,
dhe ka edhe zëra shumë të suksesshëm, domethënë deri tek OpenAI, Mira Murati që ishte që thotë okay, ajo si shqiptare u bë shumë që por unë ja shoh edhe asaj ndoshta edhe pak për vete që të kthej kokën mbrapa se si mund të zhvilloj edhe të tjerë, domethënë që interesohen për atë fushë, sa ajo është inspirim edhe për të tjerë, për të rinj. Nuk duhet presim nga institucionet, por nëse ka mundësi për të ndihmuar në të mirën e përbashkët institucion për të bërë diçka, është okay, por e dim që nga buxheti, nga ata gjithçka nuk i kanë ata hapësira, por gjithmonë edhe duke punuar edhe me të huajt. Domethënë nëse keni mundësi në vendet e rezidentë ku qëndrojnë, që të lidhen me pjesën jo shqiptare atje dhe të kërkojnë bashkëpunim, të kërkojnë ndihmë për ndonjë projekt konkrete, diçka, besoj që është e rrugës dhe do të ketë gjithmonë sukses. Si që e shoh në shembullin që e bëthe dhe ti vetë agon se nuk na mungon iniciativa dhe interesi apo dituria për të organizuar në shoqëri këtu në Gjermani si shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Dhe me sa shohim që mungon atje, ndoshta nuk është problemi vetëm tek individët edhe te ne si shqiptar që nuk e dim ta bëjmë atë punë, por me sa duket ata pengesat institucionale arrin qëllimin e tyre për ta penguar këtë organizim. Unë i bashkangjitem thirrjes tënde për bashkim, se është me shumë më rëndësi për neve si brezi im, që është në kohën kur duhet të jetë më aktiv dhe më i angazhuar për atë çfarë do lëm pas për pasardhësit tanë, për fëmijët tanë, për rrethin ku jetojmë ne. Shumë faleminderit që na i hape sytë, mendjet dhe shpresoj edhe ta marrim edhe mësimin nga fjalët tua për organizimin që të bëjmë iniciativa të tilla siç keni bërë ti në Berlin dhe uroj dhe shpresoj të takohemi sërish tagon. Faleminderit edhe ty Arbër, me gjithë qejf do shihemi sigurisht dhe uroj një ditë të mbarë. Faleminderit edhe një herë që pata mundësinë të shfaq domethënë disa perspektive nga ana ime dhe jemi në kontakt vazhdim. Faleminderit akon edhe një herë dhe miru dëgjofshim.